dhe fushkruis, që edhe ato aty në fundit edhe ato paguhen për tyre, sepse diku të shisin qimenton më. Dhe pra ai Pluri Hall fillon të nxjerrë ty ato malet e Tiranës, që s'ka burr nëne që ti fshehesh ato, dhe të pengojnë diellin, pengojnë hënën, pengojnë qiellin. Pra gjithë kjo është si të mos zbërthimi më i thjeshtë asaj që ndodh. Tani të them te kjo e Arubës që kemi nga 2018 vim në 2019. Shiko, takimin ai e përcakton 2019, unë mendoj takimi ka ndodhur pak më vonë. Dhe takimi në fakt pra, në gjurmët e takimit kanë rënë autoritetet belge. Italianët kanë patur një hetim paralel për saptyre, kryesisht mos gaboj antimafia Firences. Dhe siç kanë ata rrugët e komunikimit, se ata janë edhe brenda kanë edhe listacionin shumë ndryshe nga ne, bashkëpunimin kanë shumë të lehtë dhe shumë të kollajt nga ne. Për më tepër që antimafia italiane është strukturë nga më të besueshme në botë, tash në Amerikën e Latinit dyshin atje shërbimet botërore që kishin ndikim. Së pari ishte DEA amerikane dhe pra shërbimi antidrogë amerikan dhe antimafia italiane. Dhe këto ishin kryesisht agjensitë që e njihnin mirë kriminalitetin shqiptar. Përgjithësi në Amerikën Latine nuk na njihnin. Nuk na ndanin, nuk na diferenconin dot. Na fosin te ajo që quhej karteli ballkanik, por pa e ditur që kush është Ballkani dhe si përbër Ballkani. Prandaj them që ky takim është regjistruar dhe është identifikuar nga hetimet që ka kryer prokuroria belge. Ata kanë patur në vëzhgim një organizat madhe që e cilësuan ose kur e dërguan në gjykatë i vënë emrin shqiponjët e zeza, kështu që edhe operacioni që u bë. Koincidencë është që pse unë e pata më të lehtë të shkoj atje, sepse prokurori që ndjek këtë çështje është prokurori federal i Mbretërisë Belgjikës, është prokurori që ka hetuar çështën Toyota Yaris në Shqipëri. Dhe kam një element shumë interesant që kujtoj nga ditën që është bërë operacioni, ose më saktë natën, se ka filluar natën, është operuar një herë në 7 shtetet e Europës, ka patur gati 80 kontrolle, pra është lëvizur gati nga jugu i Europës deri gati në veri, për ka qenë operacion shumë i gjerë, por në zemrën e operacionit gjithmonë ishte hetimi i kryer nga autoritetet belge. Mos gaboj diku rreth 4:30, 5 mëngjesit, prish gjumin, vjen një mesazh dhe pastaj vjen një telefonat. Dhe del dikush nga zona e Fierit. Dhe më thotë, a di gjë çapo bë, thotë se ka ardhur ti komshis tim, thotë i fyen derën, thotë e ka hyrë policia mbrapa, thotë ta dim ç'a të bëjmë që ti je me dritare. Në fillim më habita, vetëm pash numrin që ishte belg. Dhe kujtova, ora ku je ti thash? Në Antwerp. Po ç'pun kam unë thash në Antwerp. Se po ti ishte këtej nga Fieri dhe gjej thash, po aty. Po jo tha ka pa, po nga ta dim ne thash, nuk kam nga ta di. Por gjithsesi thash, më thoi ç'a bëhet në vonë, ç'a po ndodh, sepse ishte vërtet momentet e para. Dhe ndërkohë edhe koleg që njohun belg që kam bashkëpunuar edhe më përpara me ta, i pyet se ora po ndodh një operacion, a dini që dhe vërtet nuk kishte të dhëna akoma. Ndërkohë operacioni ishte në thash ai që mori ishte krejt rastësi, se mund mos kishte marrë, mund mos kishte hap telefonin, po ai sistemi më ngriti vigjilencën. Dhe duke pyetur më erdhën nga disa lokacione të tjera ku ka personazhe të shqiptare të kësaj botës në ndeshme, të cilët ishin alert. Pra po ndodhte diçka e madhe që po i vinte në lëvizje. Diku rreth orës 7 më vjen një konfirmim që më thotë se po ka një operacion, është një operacion shumë i madh, është një hetim i bërë nga autoritetet belge. Dhe personi tjetër që unë kërkoj konfirmim është një oficer federal, siç kemi në BKH këtu, ata e kanë atje dhe e pyet se shikoj ke shkuar në punë, se duket puna, ndërkohë kishte qenë dëshmitar të Toyota Yaris atje, dhe kam dëshmuar në Belgjik dhe prandaj njifja, se s'kishte nga do të njeh ndryshe. Dhe them, po më thonë që është një operacion shumë i madh, i them ndaj krimit shqiptar. Dhe po ndodh në disa shtete. A di gjë kush organizon dhe kush e bën dhe ai më thotë shikoj ai që keni ardhur juve thotë, po e keni takuar thotë ai është në krye të operacion. Dhe unë diku në ora 7:30 minuta, po ti po e kontrolloj para se erdha, ai çoi një mesazh. Kjo bëhet fjalë për shkurt të vitit 2022. I çoi mesazh, i them urime për punën që po bëni, për suksesin që keni patur sot. Ju mbështes dhe jap kuraje që të vazhdonim të, pra ishim tepër një mesazh që të më përshëndetës. Kjo përkthyer në një problem tjetër. Po atë ditë në drek në thërresin këtu, është zyra e shërbimit policor e vendeve të ulta, pra Belgjikës dhe Hollandës, do të kishte një oficer këtu.
Dhe ato ishin shqetësuar që nga e mori tani këtu në Shqipëri, nga e mori vesh që i çoi mesazh prokurorit. Dhe i them ora unë çova për ta përshëndetur, nuk doj informacion nga prokurori. Tani pse bëra gjithë për të treguar që si u zhvillua ngjarja. Operacioni pati si qëllim, pra, pati veprime duke filluar nga Kroacia, dhe pastaj janë bërë në Gjermani, janë bërë në Itali, janë bërë në Spanjë, në Francë, në Çeki, pra kanë qenë 7 vende. Dhe mes personazheve më të rëndësishëm që u përmendëm aty, pra ishin 2 vëllezër me origjinë nga Kosova, po të cilët janë shumë të fuqishëm në Gjermani dhe në Çeki dhe sidomos në industrinë midis tjera, pra në industrinë e lojrave të fatit, pra shumë të njohur. Nëse shkon shumë në Çeki, në Prag, do të gjesh kazino do tonë, që ka shumë shqiptarë që punojnë atje, një nga këto janë pronë aty. Dhe në momentin e parë tek ta u përqendrua dhe vëmendja e mediave atje. Pra i nxorën quhen vëllezërit mos gaboj Osman. Por ata u liruan shumë shpejt. Dhe kjo bëri të kuptojë që operacioni në vetvete, dhe vetë ky prokurori Julien e ka emrin, pra edhe natyrën e vet është pak spektakolare, dhe na duket kujtojmë se këta tanët ecin në rrugë pa shkelur, apo jo. To tonët i ka mësuar ande dhe dinë që si mund të bësh zhurmë të madhe se sa bën operacion. Gjithsesi, ky operacion i cilësuar shqiponjat e zeza dërgoi në gjykat një numër të madh personash, por thash to që u cilësuan kryesorët to dolën. Tani gjatë hetimit që është kryer për këtë operacion dhe për këtë hetim, pra të quajtur shqiponjat e zeza